Nderuar miq, do të flasim për një temë mjaft të ndjeshme, një problem që prej vitesh nuk është zgjidhur, edhe me shpresën që do të mbyllet së shpejti. E kam fjalën për marrëveshjen e pensioneve me Greqinë, ashtu sikur u mbylla me Italinë, shpresat janë të mëdha që të finalizohet më në fund edhe mes Tiranës dhe Athinës. Në vitin e kaluar kishim mjaft takime nga dy palët. Flitet gjithmonë në përfundim të këtyre takimeve që negociatat vazhdojnë, por dritë në fund të tunelit ende nuk ka. Ndërkohë që pak ditë më parë, shoqatat shqiptare që janë në Greqi, komuniteti jon atje, me kryetarin e shoqatës së pensionistëve, zotin Luana Bazit, cilin e kemi të ftuar, zhvilluan një takim me deputet të parlamentit grek. A ka diçka konkrete në horizont që ndoshta mund të finalizohet së shpejti? Kam derën dhe kënaqësinë që të zhvilloj këtë bisedë me zotin Abazit. Të përshëndes dhe të falenderoj. Faleminderit unë. Zotin Abazi, çfarë doli nga ky takim? Kë takuat atje, a morët ndoshta shpresë se mundet diçka së shpejti të finalizohet? Faleminderit për intervistën dhe për mundimin. Ne kemi që kemi bërë qoftë si DSHG, qoftë si shoqatë e pensionistëve, kemi kërkuar që të 43-87 të vitit 16, të cilën e ka miratuar qeveria e pra, që quhet edhe ndryshe ligji Katrugalos, duke marrë emrin e ish ministrit të punës, të anullohet lidhja e pa drejt dhe e huaj për sa i përket sistemit të sigurimeve shoqërore greke, sipas të pa drejt dhe në një farë mënyre raciste, që lidh dhënien e pensionit kombëtar, që është pjesa e parë e pensionit grek, me qëndrimin 40 vjet në Greqi. Kjo, avokati i popullit grek thot është e huaj për sistemin e sigurimeve kryesore, sepse në bazë të kësaj lidhjeje që lidhet me nenin 7 paragrafi 2 të këtij ligji, i detyron ata që janë me komësi jo greke të marrin pensione në nivelin e pensionit, në nivelin e kufirit të varfërisë. Do me thënë, për shembull, në qoftë se pensioni kombëtar i një pensionisti ishte 384 euro, sot ka vajtur 436 euro, ne pensionet tona dalin nën këtë nivel të pensionit kombëtar. Do me thënë, një shqiptar që ka, apo dhe i huaj tjetër, 224 euro pension kombëtar dhe plus sisht 360 euro. Do me thënë, kur pensioni kombëtar, i cili supozohet që mbron pensionistët nga shuma e plot e këtij pensioni, mbron pensionistët nga kufiri i varfërisë dhe nga përjashtimi shoqëror, ne pensionet tona detyrimisht dalin më të vogla. Sepse kushti i banimit kur nga 90-ta që kemi ardhur ne këtu, deri në 2016 bëj 26 vjet që u miratua ky ligj, nuk ka mundësi që të banosh 40 vjet brenda 26 vjetëve. Kjo është e qëllimshme që ne të diferencojmë në raport me shtresat të tjera shoqërore dhe të jemi të diskriminuar ekonomikisht. Është bërë dy... Tani në Greqi, kush kategori nga shqiptarët merr pension? Marrin pension gratë në 62, në qoftë se janë me vjeçe, në qoftë se janë me ensima të rënda, ose 60 të rënda, gratë. Kurse burrat dalin në pension në moshën 67 vjeç. Pra ka shqiptar që jetojnë në Greqi që marrin pension? Patjetër. Ndër ata jam dhe unë, për shembull. Juve sa ju ka kapur pensioni? Mua më ka kapur 360 euro. Për sa vite? Për 20 vjet, nga 98 deri në 2018. Me 4660 ensima. Tani, qoftë se do ishte 20 vjeçaria, po.
Ja, u bëj unë të qartë kështu. Shko çfarë ndodh tani. Marr rastin tim konkret. Për shembull, unë dorëzova 4660 e ca enzima. Gjysma të rënda, gjysma të lehta. Ashtu. Në vendimin e sigurimit shoqërore për pensionin thot kështu. Për kaq enzima, së pari njerë që të marrësh pension duhet të kesh patjetër 4500 enzima. Niveli më i ulët. Dhe nga 4500 e më lartë, por është për pensionet minimale është nga 4500 deri në 6000. 6000 enzima do të thotë për 20 vjet të kesh nga 25 enzima në muaj. Do me thënë, të mos të mungoj asnjë enzim. Kur në sektorin privat është e njohur botërisht që ata punëdhënësit vënë enzima si tua do i qefi, si ta kenë xhepin apo si të doan. Për shembull, 5 enzima këtë muaj, 7 muajin tjetër, 20 muajin tjetër, 25 muajin tjetër, 14, domethënë nuk mundesh ti plotësosh të gjitha. Dhe duke qenë se nuk i ke 6000 enzima, apo ke 4500 apo 5000 apo 5500, e kupton? Bëhet një zbritje nga kjo shuma 384 euro që ishte. Domethënë kanë vënë një koeficient që kanë vënë një koeficient që e shumëzojnë në këtë shumën e pensionit kombëtar, do me thënë 384, e shumëzojnë me koeficientin 0,888. Dhe del një shumë për shembull 34 euro, e cila zbritet, së pari zbritet kjo shumë për arsye se nuk ke 6000 enzima. Dhe duke hequr nga 34 euro del një shumë 350 euro. Tani, kjo shumë prap zbritet, është e dyta zbritje. Zbritet sepse nuk ke 40 vjet banim, që është absurde, nuk ka mundësi. Atëherë kanë vënë një koeficient tjetër, domethënë këtë 350 shumën e zbritur një herë, e zbresin për së dyti, sepse e shumëzojnë me koeficientin 0,35,850, që del rreth 125 euro. Zbresim pra nga 350 dhe këtë shumën e dytë të 125 euro dhe del 224 euro. Pensioni kombëtar. Ashtu. Shtojmë pastaj edhe enzimat që ke ti apo unë për shembull dhe 224 plus 100 euro sa i bien ato afërsisht që të ashtu, dhe del gjithë shuma e pensionit del 360 euro, e cila është nën shumën e pensionit kombëtar, e shumën e plot pensionit kombëtar, e cila supozohet që kjo shumë e plot e pensionit kombëtar është mbi nivelin minimal të varfërisë. Do me thënë, qëllimisht ligji, sa më thatë ju. Po, do me thënë, kur ky ligj në nenin e parë të tij, në nenin 2 paragrafi 3, thotë që reforma synon etj që të ketë një jetesë me aksioprepja, do me thënë me dinjitoze, një jetesë dinjitoze të pensionistëve, dhe kjo sigurohet thot nga shuma e plotë e këtij pensionit kombëtar. Më poshtë pastaj fusim një nenin 7 paragrafin 2 që fusin këtë banimin kur sipas konventës ndërkombëtare të punës, Greqia që i referohet është një konvent ndërkombëtar e punës që quhet Konventa 102, e cila ka paraqet 3 rrugë për llogaritjen e pensioneve në bazë të sistemeve që ka çdo vend. Ashtu. Për në Greqinë thotë që duhet të zbatuar neni 65, që është kjo që nuk lidhet me fjalë me vendqëndrimin kjo, por llogaritet do të thënë sa enzima ka njeriu pensionisti përpara se të dalë në pension. Kjo është sistemi i Greqisë që duhet zbatohet në këtë nen. Po ju, mirë po. Morët garanci nga ky takim që zhvilluat atje që mund ndryshojë ndonjë gjë, sepse pas August është as në qeveri. Do t'ua them dhe këtë, por meqense e nisa këtë. Këta çfarë bëjnë tani? Bazohen do me thënë, ne bazohen në këtë nenin 65 të konventës ndërkombëtare të punës, por fusin dhe një nen tjetër, nenin 67 të konventës ndërkombëtare të punës, e cila i referohet vendeve skandinave, Norvegjisë, Suedisë,
të cilat nuk bazohen në sa ka kontribuar personi para se dalë në pension, por bazohen në mbulimin në mënyrë katolike të popullsisë në vendbanim. Këtë e kanë bërë qëllimisht, jo se nuk e din, e din ata, po e kanë bërë që dhe u kemi shtruar dhe pyetje dhe një eurodeputeti të Sirizës që përse e bët juve këtë punë, po tha na detyroi Europa tha juve që ta vendosin në mënyrë kështu pingule këtë punë, pse se bët në mënyrë horizontale që kjo zbritje ti preket gjithë, por e keni bërë për neve që nuk i plotësojmë këto kushte. Tani, neve kemi vajtë, si ta thash, kemi vajtë 2 në parlament me kryetarin e grupit parlamentar. Kjo ishte herë e tretë që kemi vajtë tek deputetja Nadia Janakopulu, e cila është një nga drejtuesit e PASOK-ut dhe deputete e parlamentit. Ishte edhe një deputete tjetër që është nga Kreta, Katerina Spiropulu. Do me thënë, këto dyja i pritën me përzemërsi këto kërkesat tona, me dashamirësi, dhe na premtuan që së shpejti, do me thënë, kur them së shpejti, 1 javë, 2 javë, do të ashtojnë këtë problem në parlamentin grek. Problemi është këtu, që neve nga PASOK-u dhe me takimit e mëparshme dhe me këtë, kemi mbështetje absolute për sa i përket zgjidhjes këtij problemi dhe kanë dhe projekt, do me thënë, kanë bërë dhe përgatitje për këtë punë, që kur të kenë mundësi këta mbas zgjedhjeve, kuptohet që mbas zgjedhjeve nëse do të kenë mundësi që për të ardhur në pushtet apo për të qenë pjesë e qeverisë, që të bëjnë presion. Nga Nea Demokracia edhe kush është tjetër, edhe nga partia e Tsiprasit, nga Syriza, pra ishe e Tsiprasit, nuk keni mbështetje. Shiko tani, ne përveç kësaj iniciative që takohemi me këta drejtuesit e PASOK-ut apo me deputet të PASOK-ut si këto që përshkrova, kemi vajtur edhe tek Nea Demokratia, do me thënë, u kemi kërkuar dhe atyre takim dhe jemi takuar me seksionin e të drejtave të njeriut të Nea Demokratisë dhe konkretisht me zonjën Maria Naciu, e cila na ka pritur dhe ajo me dashamirësi dhe kemi dërguar disa memorandume, qoftë për sa i përket problemit të pensioneve, qoftë për sa i përket problemit të lejeve të qëndrimit, e cila dhe kjo është një çështje shumë serioze për sa i përket neve, sepse në qoftë se në kohën e PASOK-ut lejet e qëndrimit ishin 5 vjeçare, arritën 5 vjeçare, 10 vjeçare dhe në një farë momenti edhe në mënyrë të pa kufi, tani kanë arritur në leje 1 vjeçare, 2 vjeçare dhe japin ose gati në të skaduar ose të skaduara dhe parabolën do me thënë parat që paguan çdo pensionist për sa i përket çdo person për sa i përket lejes së qëndrimit nuk i merr dot më mbrapsht, digjen. Do me thënë, nëse unë paguaj për lejen që kam 1 vjeçare që më doli, paguaj 300 euro apo sa paguaj. Ashtu, unë para se e marr lejen gati më të skaduar, do me thënë, dhe duhet bëj kërkesë për lejen e re. Do me thënë, këto para vjen në favor të muchos. Kjo është një çështje shumë serioze. Po kështu kemi shtruar dhe problemin për sa i përket bashkimit familjar, për shembull, një djalë apo një vajzë që është në Greqi, që do të martohet me një djalë apo një vajzë në Greqi, apo do të bjerë prindrit në Shqipëri, apo do të bjerë dhe prindrit, nuk i bën dot këto punë sepse nuk ka dokumentacion, nuk mund ta bjerë në Greqi personin nga Shqipëria, sepse nuk ka leje. Edhe kjo bëhet me pengesa ligjore. Dhe këtu ka ndikuar patjetër ai ish ministri Boridi. Ishte një lajm që qarkulloi këto ditë për lehtësira për marrjen e pasaportës. Nuk e di konkretisht, por neve, siç ta thash, kemi vajtur tek Nea Demokratia, kemi dërguar memorandume për këto probleme dhe përpara rreth 1 muaji unë kam vajtur përsëri atje vetë personalisht dhe nëpërmjet kësaj zonjës që thash, të drejtave të njeriut, jam takuar dhe me ministrin e emigracionit, i cili Plevri quhet e ka mbiemrin e tij, i cili më priti mirë e vërteta, më tha që disa nga çështjet tuaja i zgjidhën, më tha mua, domethënë sepse e vërteta kishte zgjidhur, kemi pat një problem për sa i përket lejeve të punës për të marrë për specialistët që merren me këto që ngrën mallrat nëpër makina ato klarkun që i thonë. E kanë zgjidhur atë nëpërmjet Ministrisë së Biomehanias. Edhe unë i thash po për pensionet,
për pensione tha s'është në kompetencën time tha. Po I thashën duhet të takojmë me juve për disa parë. Po tha, I tha asaj zonjës po tha, na organizoni një takim me zotin Luan tha dhe të diskutojmë dhe probleme tjera. Jemi në pritje të kësaj, kemi premtimin që të vemi prapa. Afër me PASOK-un sesa me Nea Demokracinë, apo gabohem? Shiko, neve e para njëherë ne jemi shoqata të cilat jemi jo politike. Neve kërkesat tona I kemi shtruar dhe tek PASOK-u sepse na ka pritur më mirë PASOK-u dhe na kam shtetur për tu takuar. Për shembull, unë kam kërkuar takim fjala vjen dhe zonjës Konstantopoulou, e cila ka një parti parlamentare që nuk më përgjigj fare. Domethënë, kërkes me shkrim, me mesazh që shiko kështu duam të takojmë për këto probleme 1 2 3 4 5. Nuk u përgjigj fare. Domethënë, ne nuk edhe atia për shembull është një që ka një parti ekstra të djathtë, ja harrova emrin tani. Jemi drejtuar dhe atij për takim. Domethënë, ne nuk kemi vënë tabela që kemi vetëm këtë. Ne jemi përpara jemi drejtuar dhe nuk na janë përgjigjur. Por tani për shembull nuk këtu kemi gjetur shtegun që na presin. Dhe me Demokratë tani në Vlorë që po flasim bashk, sa të kthehem do vazhdoj kontaktet e mia me zonjën Naçu, siç ta thash të Nea Demokratisë. Biles kam përgatitur, e kam bërë gati, e kam redaktuar dhe me avokatër, kam bërë një kërkesë që të takojmë me stafin e kryeministrit, sepse ministri e punës është katheti, domethënë katheti do thotë që është vertikal, nuk na pranon, nuk do që të merret me këtë punë. Kështu që unë kam bërë gati dokumentin që t'ia dërgojmë kryeministrit, stafit të tij, personit përgjegjës pranë kryeministrit grek, Mitsotakis. Duke parë si jashtëmi fryma e Mitsotakisit për këto probleme. Nuk ju dëgjova mirë se. Si është fryma e kryeministrit? A është pozitive duke parë nga jashtë? Shiko, e vërteta është këtu se kjo çështje ka të bëjë më tepër me vullnetin politik që ta kuptoni më qartë juve. Domethënë, deri tani e vërteta është që qeveria nuk ka vullnet politik. Qeveria në tërësinë e saj, sepse që t'ju bëj të qartë, ky ligj për shembull që flasim është modifikuar 2 herë. Së pari është modifikuar në vitin 20, në 2020, me ligjin 46/70 dhe nuk na përfshin. Është modifikuar për së dyti në vitin 2022, me ligjin 49/15. Ashtu. Në këtë morëm dhe një përgjigje që për mua është raciste, për shembull. Ky ligj përfshin dhe vetëm ata të quajtur pivore pilot, domethënë minoritarët tanë që jetojnë në Greqi. Për ata u ndryshua ky kusht nga 40 vjet që ishte e bën 30 vjet. Atyre nga sot e tutje u kërkojnë 30 vjet, nuk u kërkojnë 40 vjet. Atyre ju pranoni që dhe unë bëra një kërkesë. Deklarohej si minoritar, pra Vorjo e Piriot, atëherë ulet kufiri. Po, edhe unë I bëra një kërkesë ministrit asaj kohe që është zonës kryeministër tani, edhe është ministri I ekonomisë zotit Kostis Haxhidakis, dhe I bëja një kërkesë sepse I kam dhe nëpërmjet atij, duke qenë se I kisha bezdisur 1 herë, 2 herë, 5 herë, I thot ministrit, I thot atij shefit të sigurimeve shoqërore që të më kthej një përgjigje dhe më kthen një përgjigje ai dhe thot, ky modifikim thot nuk ka lidhje me shqiptarët, që kanë ardhur këtu mbas viteve 90, pavarësisht se kanë marrë pasaportën greke apo kanë marrë shtetësinë greke. Domethënë, kjo është një përgjigje që nuk I takon një vend evropian të jap një përgjigje të tillë, por I takon që të merren ta shqyrtojnë me seriozitet të punë, sepse në fund të fundit nuk është bëhet fjalë për ndonjë shumë kush e di, kur Greqia për pensionet harxhon për pensionet në tërësi harxhon rreth 900.000 euro. Kjo problemi ynë bëhet fjalë për rreth 10 milion.
10 milion euro, jo 900 milion, 10 milion. Për 10 milion, po të llogaritës se sa shqiptar nuk marrin pension sepse nuk plotësojnë 4500 ensima, kanë punuar për shpira, nuk kanë siguracione, nuk plotësojnë kohën etj. Humbasin shumë më tepër se sa 10 milion. Më lejoni të bëj një pyetje se në Tiranë ditët e fundit ka pasi debat që sipas mediave në Tiranë, Greqia i ka vënë një kusht Shqipërisë që për të vazhduar me procesin e negociatave të pranojë që 200.000 shqiptarë që kanë marrë pasaporta greke të quhen minoritar. Tani me këtë lëvizje i bie që përfitojnë pension këta sepse ulet kufiri? Jo. Kjo është thjesht një presion që bën shteti grek që që të rriten disa kuota formalisht do rriten këto të ke plotësuar 4.499 nuk merr pension, e ke të prerë këtë punë. Zotja Baz, ju po luftoni në dy drejtime, pra ju atje edhe qeveria shqiptare në krahun tjetër. Shiko, qeveria shqiptare, me sa di unë, mbase nuk jam informuar, por me sa di unë jam përpjekur të dërgoj periodikisht email lidhur me këtë problem, qoftë kryeministrit, qoftë kryetares parlamentit të parës Elizës së dyti Vërteta, qoftë ati Erion Braçes, qoftë personalitetet më të larta të shtetit shqiptar, qoftë presidentit, jo një herë po dhe dy herë, asnjë përgjigje nuk ka marrë për këtë. Unë, si persona dhe si shoqat. Nuk na janë përgjigjur. Ata nuk e konsiderojnë këtë problem si problem të tyre, në kuptimin që ata bëjnë përpjekje për bashkimin e pensioneve, për atë marrëveshjen siç bën me Italinë. Për atë ka lëvizje dhe bëhen. Kurse ky është një problem që e vërteta është që nuk varet nga këta. Nuk varet, sepse është një problem i brendshëm i Greqisë, i takon sistemit shoqëror të sigurimit shoqëror greke. Por një diskutim fjala vjen, po t'i jepej rasti, për shembull unë po të isha kryeministër, po të mi pej rasti, do ta diskutoja me kryeministrin Grek. Shiko, përveç këtyre tjerave, çfarë mos marrëveshje, më the tash e tjerë kemi. Kemi edhe këtë problem neve se ne juve shqiptarëve këtu keni këtë ligj që u kërkoni 40 vjet, po si u kërkoni 40 vjet brenda 26 vjetëve, ku mund ta bëhet kjo punë? Mund ta shikoni. Biles, kjo mund të shikohet dhe në kuadrin që Shqipëria është një vend që po hyn është gati për të hyrë në Evropë. Domethënë dhe si vend evropian mund të bëhet dhe përjashtim, po të duan ata, nëse ata nuk duan ta ndryshojnë ligjin sepse mund të argumentojnë që ka shumë të huaj dhe po ta bëjmë ne këtë punë, duhet të pagojmë më shumë etj. Po mund të bëjë dhe një diferencim të kësaj natyre. Shqipëria është vënë prosendaksi në Bashkimin Evropian dhe ne do bëjmë një përjashtim. Fjala vjen. Duke patur parasysh që kontributi i shqiptarëve këtu nga 90-ta deri më sot është nuk krahasohet me asnjë lloj komunitet tjetër këtu. Se vërtet kanë ardhur tani fjala vjen 100 e ca mijë që janë të dekadave të 10 vjeçare të fundit. Mund të jenë realisht në Greqi për momentin. Sa shqiptar janë? Po. Që kontribuojnë aty. Sipas të dhënave të Elstatit, që është agjencia e të dhënave këtu, që ashtu, janë 375.000 shqiptar. Po, nga këta sa përfitojnë nga lloji pensioni një variant është ky. Një variant tjetër është që thonë që janë rreth 765.000 gjithë të huajt, edhe shqiptarët janë rreth gjysma, janë shqiptar. Të gjithë të huajt, sipas të disa dhënave që ka marrë unë, janë rreth 765.000. Ashtu. Shqiptarët janë që nga 90-ta deri më sot janë patjetër që janë komuniteti më i madh dhe janë rreth gjysma, për të mos thënë më shumë se sa gjysma. Kurse pjesa tjetër janë të huaj që kanë ardhur kryesisht dekadat e fundit, janë popullsi që nuk kërkojnë pension, sepse nuk përmbushin dhe kushtet, sepse kanë ardhur së fundit, domethënë, dhe janë dhe të pakualifikuar, domethënë nuk kanë, punojnë në të zezë më shumë etj. Domethënë janë
kurse shqiptarët janë një kategori e veçantë që kanë punuar dhe sidomos edhe me enzima një pjesë e mirë kanë punuar. Po ashtu siç janë. Për ta mbyllur, kemi shpresë apo jo? Që do kemi lajme të mira në javën së shpejti, apo nuk prisim? Ne do bëjmë ç'është e mundur. Unë do mundohem që të arrij tek stafi i kryeministrit që jo vetëm unë, po në përgjithësi neve, se nuk jam vetëm unë, është dhe DSHG-ja, që së fundi është kryetar, siç e dini, Edmond Guri. Nejse, kemi dhe ne problemet e brendshme, por ka dhe personalitetet tjera që janë të interesuar që e mbështetin shoqatën e pensionistëve, që siç është fjala vjen Anastas Murati, i cili është edhe vetë nga minoriteti, Ardian Daudja që është kryetari i Unionit, e të tjerë personalitete, kryetari i shoqatës së Elbasanit, kryetari i shoqatës Delvinjotëve, shoqata e Tiranës, ka personalitete që merren me këtë punë, domethënë që na mbështetemi dhe organizojmë orën bashkërisht. Por tani nuk e di se në çfarë mase do ta marrim parasysh kërkesën tonë qeveria, por di këtë të them që në qoftë se në zgjedhjet e ardhshme që mund të bëhen mot apo vitin tjetër, do ketë ndryshime të balancave politike dhe pasoku do ketë influencë mbi qeverinë, kanë shpresë se këtë problem do ta zgjidhin. Kjo është shpresa jonë, të shtrohet të shtrohet në parlament si problem që dhe ata e mbështesin, dhe ne do bëjmë ç'është e mundur që gjithë shqiptarët të paktën të trajtohen në mënyrë dinjitoze, të marrin një pension dinjitoz, se nuk shkon që nga 384 pensioni kombëtar ka vajtur 436 euro dhe ne nuk përfitojmë asnjë cent nga kjo rritje. Plus që del pensioni, si ta shpjegova, në nivelin e pensionit kombëtar, në nivelin e minimal të varfërisë. Nuk shkon. Një vend evropian ti trajtoj një pjesë jo të vogël të shoqërisë, ta trajtoj në këtë mënyrë. Është e drejtë kjo punë? Aq më tepër me një kontribut të jashtëzakonshëm të shqiptarëve në 3 dekadat e fundit. Unë falenderoj për fitën. Edhe shpresoj që kemi mundësi të flasim sërish për zhvillimet që do kemi andej nga takime që ju do keni edhe nga lobimi, nga ndikimi, nga influenca juaj, nga shoqata, takime, të gjitha andej. Ju faleminderit për bisedën dhe po të keni dëshirë, mund të jemi edhe në kontakt që